Përshëndetje miq. Ritakojemi në podcastin e radhës Shëndetin Rëndpare mbështetur nga United Hospital, ku do të flasim për një nga shtyllat më të rëndësishme të kujdesit ndaj shëndetit, biokimin klinike. Shkencën që përmes analizave laboratorike na ndihmon të kuptojmë më mirë trupin ton dhe të parandalim sëmundjet. Kënaqësia ime është që në këtë epizod kam të ftuar Nergjivane Gurguri Ratkoceri, specialiste e biokimisë klinike, një profesioniste që ka ndihmuar mijëra pacient përmes interpretimit të saktë analizave dhe vlerësimit të parametrave biokimik. Pra, përgatituni për një bisedë të vlefshme dhe plot informacion që secili prej nesh duhet i di për shëndetin e vet. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në podcastin ton. Përshëndetje, mirë se ju gjitha. Doktoresh, si lindi pasioni juaj për këtë lëmi kaq të veçantë? Pasioni im për këtë lëmi kaq të veçantë, biokimin klinike, lindi asisoj që biokimia klinike, me qenë se është domethënë një shkencë e cila studion të gjitha çrregullimet e metabolizmit që ndodhen në organizmin e njeriut dhe i lidh në mënyrë shumë precize praktikën laboratorike me praktikën mjekësore, me tërhoqi vëmendjen në mënyrë që të kontribuoj sa më shumë në diagnostikimin, interpretimin dhe monitorimin e këtyre çrregullimeve metabolike që ndodhin në organizmin e njeriut, e me këtë të ndihmoj domethënë edhe në vendosjen e diagnozës mjekësore në mënyrë sa më të shpejtë dhe më të sigurt tek pacientët të cilët vuajnë nga këto çrregullime. Doktoresh, jeni precize në jetë, ju përcjell dhe ky faktor shumë i rëndësishëm? Mundohem të jem, nuk isha thonë për vete me thonë që jam 100%, po kogja shumë jam. Çka saktësisht është biokimia, edhe pse e përmendet pak a shumë pjesën kryesore, po që ta t'japim një volum pjesës së biokimisë klinike për gjithë ata që nuk e dinë. Biokimia klinike domethënë është, siç e theka edhe më herët, është një disiplinë mjekësore e cila i studion çrregullimet e metabolizmit të organizmit të njeriut. Ne e dim se shumë procese të ndryshme metabolike dhe lënë të ndryshme ushqyese shkëmbehen mes organizmit tonë dhe ambientit të jashtëm. Dhe përderisa këto shkëmbime, domethënë ose këto procese metabolike kryhen në mënyrë të rregullt dhe në kuadër të procesit fiziologjik, atëherë konsiderojmë se ky organizëm është i shëndosh, ky organizëm i njeriut pra është i shëndosh. Në rastin e kundërt, mund të paraqiten çrregullime dhe manifestime me ndryshime të parametrave të ndryshëm biokimik ose imunologjik në organizmin e njeriut, të cilët ne i masim si me anë të analizave të ndryshme laboratorike dhe në këtë mënyrë kontribuojmë në vendosjen e diagnozës mjekësore. Pra me pak fjalë, biokimia klinike ndërhyn përmes analizave, domethënë për identifikimin apo diagnostikimin e ndonjë çrregullimi në organizmin e njeriut. Pra një lëmi shumë domethënë shumë e rëndësishme për gjithë ata që duan të bëjnë identifikimin apo të diagnostikojnë një sëmundje që kanë në trupin e tyre, nëse e kanë, pra vlerat e tyre. Doktoresh, cilat analiza duhet i bëjmë rregullisht për të kontrolluar gjendjen tonë të organizmit apo thënë më mirë trupit? Tek një person i shëndosh, normalisht deri në moshën 40 vjeçare, llogaritet të bëhen analizat një herë në vit. Të bëhet domethënë një check-up i plotë i organizmit, për arsye se siç e thekëm edhe më herët, përmes analizave të ndryshme laboratorike të gjitha proceset e çrregullimit të metabolizmit reflektojnë domethënë në paraqitjen e këtyre ndryshimeve në këta parametra të cilët na i masim. Çka do të thotë se pak a shumë është si një analizat laboratorike pra janë si pasqyrë e brendshme e organizmit, që çdo ndryshim që ndodh në organizmin ton reflekton jashtë përmes analizave ndryshimit të analizave laboratorike. Prandaj është me rëndësi domethënë që tek personat deri në moshën 40 vjeçare të bëhen analizat një herë në vit, ku këto analiza mund të përfshijnë domethënë analizat rutinë, siç janë pasqyra e gjakut ose hemograma, ku aty e përcaktojmë numrin e leukociteve, formulën leukocitare, numrin e eritrociteve, me konstantat eritrocitare, koncentrimin e hemoglobinës, hematokritit, si dhe numrin e trombociteve. Domethënë nëpërmjet një pasqyre të gjakut, ne mund të konstatojmë se ai pacient a ka të bëjë me ndonjë infeksion, nëse po, a është ai infeksion bakterial apo viral, fal formulës leukocitare. Pastaj nëpërmjet numrit të eritrociteve
hemoglobinës dhe hematokritit, si dhe konstantave eritrocitare, mund të konsiderojmë se ai pacient nëse vuan nga anemia, në mungesë të hekurit, në mungesë vitaminës B12, në mungesë të acidit folik, e kështu me radhë, apo ka ndonjë gjakdetje të brendshme në organizëm, si dhe nëpërmjet trombociteve, domethënë mund të verifikojmë ose të kontrollojmë gjendjen e koagulimit të gjakut. Po ashtu, përveç hemogramës, është me rëndësi të bëhet edhe analiza e glikemisë, që do të thotë se ose matja e nivelit të glukozës në gjak, ku shumica e personave, domethënë, mund të vuajnë nga ndonjë sëmundje edhe pa pasur simptoma fare, siç është rasti pra me diabetin mellit, kur pacientët, domethënë, pas një kohe të gjatë e vrejnë se kanë çrregullime të nivelit të glukozës në gjakun e tyre, vetëm domethënë kur paraqiten domethënë në një stad të avancuar të sëmundjes, diku në periudhën rreth 10 vjeçare, kur atyre dhe ju fillojnë simptomet klinike të sëmundjes që janë polidipsi dhe poliuri, që do të thotë ata pinë ujë shumë ose urinojnë shpesh. Për mirë, po në këtë stad, domethënë, është vështirë pra edhe të menaxhohet si sëmundje, por edhe komplikimet mund të jenë shumë më të mëdha, nëse personi në fjalë i bën analizat me kohë, domethënë e sheh që niveli i glukozës është afruar pragut të sipërm të saj, sesa të mos bëhen analiza, domethënë siç e kapet të përgjithshme dhe të diagnostifikohet domethënë në një stad të avancuar të sëmundjes. Përveç glikemisë, është me rëndësi të bëhen edhe niveli i ure kreatinin ose analizat të cilat tregojnë funksionin e vezhve, pastaj analizat ose të ALT, ALP, gamma GT, kështu me radhë bilirubinat, të cilat na tregojnë për funksionin e mëlçisë. Po ashtu mund të bëhen edhe analiza lipidogrami apo përcaktimi i kolesterolit, trigliceridit, si dhe fraksioneve të kolesterolit, HDL-ja që konsiderohet si parametër ose fraksion i mirë i kolesterolit, pasi që ai e bartë kolesterolin prej indeve periferike drejt mëlçisë, dhe LDL-ja ose kolesteroli i keq, i cili domethënë e bartë kolesterolin prej mëlçisë në indet periferike, me që rast merr pjesë edhe në procesin e aterosklerozës. Po ashtu mund të bëhen edhe analiza tjera shtesë, domethënë i përcaktimi i urinës, nëse i cila domethënë na tregon për ndonjë infeksion urinar, ose sasia e urinës që eliminohet brenda 24 orëve, a është brenda vlerave që duhet jetë apo është më e vogël, që do të thotë na tregon shumë për funksionin e vezhve në tërësi. Prandaj është me rëndësi domethënë të gjithë personat deri në moshën 40 vjeçare të bëjnë analizë që konsiderohen të shëndosh, të bëjnë analizat një herë në vit. Ndërsa tek personat të cilët konsiderohen se kanë të bëjnë me ndonjë sëmundje kronike, siç e përmenda më herët diabetin mellit, analiza duhet të bëhen 3 deri në 4 herë në vit, duke e përcjellur domethënë nivelin e HbA1c-s që tregon për 3 mujorin e sheqerit në gjak, po ashtu tek anemi të ndryshme, mungesa e hekurit apo vitaminës B12, acidit folik, duhet të bëhen domethënë çdo 3 muaj ose çdo 6 muaj, për të parë efektin e terapisë nëse ai pacient është trajtuar me këto suplemente, a ka pas efekt ajo, a duhet vazhdohet apo duhet ndërpritet. Po ashtu në rastet veçanta, domethënë kur pacienti nuk e ndjen veten mirë, normalisht sipas rekomandimeve të mjekut, analizat duhet të kryhen varësisht domethënë se si është gjendja e pacientit. Nëse ka nevojë, edhe klinicisti e parasheh që duhet kryen analizat laboratorike, nuk do thotë se duhet të stopohen ose të përcaktohen me raste, por varësisht prej gjendjes shëndetësore. A ndryshon bërja e analizave në raport me të rriturit dhe fëmijët, apo është domethënë një gjë precize sa i përket edhe fëmijëve dhe të rriturit një herë në vit, nëse janë në gjendje të mirë shëndetësore, rekomandohen te fëmijët, domethënë na e dim që analizat laboratorike kërkohen më shpesh për shkak të infeksioneve të shpeshta që paraqiten sidomos në rrugët e frymarrjes. Prandaj nuk kisha me cek domethënë që tek fëmijët me prit derisa t'i bojnë 40 vjet. Mirë, po te fëmijët është mirë me u përcjell vazhdimisht për arsye se me anë të analizave laboratorike ne e përcjellim rritjen dhe zhvillimin e tyre. Sidomos nëse domethënë në bazë të hemogramës ose pasqyrës së gjakut, ne e shohim që ai fëmijë ka mungesë të hekurit,
ku e dim që hekuri është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e trurit, dhe në mungesë të tij paraqiten pasoja, domethënë për arsye se nuk mund të përqohet ose nuk mund të bëhet oksigjenimi i trurit apo zemrës. Në këtë rast, domethënë tek këta fëmijë, përveç që do të ketë ngecje në zhvillimin psiqik, domethënë mund të ketë ngecje edhe në zhvillimin fizik të atij fëmije. Po ashtu është më rëndësishme edhe përcaktimi i vitaminave, vitaminës D, vitaminës B12, acidit folik e kështu me radhë. Tani varësisht prej gjendjes, domethënë nëse fëmia ka ndonjë problem shëndetësor, atëherë mund të përcaktohen edhe analizat varësisht prej gjendjes. Po, doktoresh, po cilat janë sfidat më të mëdha që përballen specialistët e biokimisë klinike? Sfidat më të shpeshta, domethënë që konsiderohen ose kisha mi cek në një laborator mjekësor, apo edhe biokimistët kur përballen me to janë sidomos ato raste kur kërkohet diçka urgjente me u punu në laborator, kështu që ne japim rëndësi shumë saktësisë në çato raste, saktësisë e analizave, për arsye se na e dim që më mirë të jetë një analizë saktë se sa të kryhet shpejt. Kjo ka shumë rëndësi për arsye se mu prej analizave laboratorike vendoset edhe diagnoza. Domethënë ne duhet të veprojmë me shumë kujdes, sidomos tek raste kur kërkohet që ai analizë të kryhet shpejt, për shkak se mos të ketë ndonjë gabim, domethënë e përcjellim stafin prej momentit të marrjes së gjakut e deri tek përpunimi i asaj analize dhe interpretimi i atij rezultati. Domethënë gjitha analizat laboratorike kërkojnë një kujdes të veçantë në të 3 fazat e punës laboratorike të saj, si në fazën preanalitike ku bëhet përgatitja e pacientit, po ashtu në fazën analitike, domethënë ku bëhet përpunimi i asaj mostre, deri në fazën postanalitike ku bëhet interpretimi dhe validimi i atij rezultati laboratorik. Sfidat që mund të paraqiten për biokimistët klinik, kisha mujt me cek paraqiten ato raste kur kemi të bëjmë domethënë me devijim prej vlerës së reale me atë që është matë. Domethënë kur kemi të bëjmë me pasaktësi në matje dhe pa siguri në kalibrim. Në këto raste domethënë mund të paraqiten, sidomos të pasaktësia në matje mund të paraqiten gabime të cilat munden me qenë sistematike, nëse domethënë kemi probleme me kalibrim të pajisjes, kemi probleme me si e vërtetoni këtë pjesën që ka probleme pajisja? Çdo ditë pune në një laborator mjekësor është e domosdoshme kryerja e analizave kualitetit të cilësisë, domethënë kontrollës së brendshme që kryhet brenda në laborator, dhe varësisht prej kësaj kontrolle, domethënë na e përcaktojmë se a është ajo vlerë apo ai parametër brenda vlerave referente që preferohet të jetë. Po ashtu, mbas të matjeve të shumëfishta, me anë të cilës na e llogarisim devijimin standard, koeficientin e variacionit, pasaktësinë matje dhe pasigurinë në kalibrim, domethënë na e zbulojmë se sa larg është ajo analizë e cila është matur prej vlerës reale të asaj analize. Në qoftë se domethënë gjatë kësaj periudhe nuk kemi rezultat të saktë të kontrollit të cilësisë, domethënë kontrollës së brendshme, atëherë duhet patjetër të bëhet kalibrimi i pajisjes, e cila prapë po them që kërkon një aftësi të madhe të përgatitur, domethënë të biokimistit, i cili mandej duhet me i gjetë të gjitha ato pengesat të cilat ndikojnë në kalibrimin e asaj pajisje, dhe pastaj vendoset përsëri kontrolla e brendshme, dhe nëse kemi domethënë brenda vlerave referente atë nivel ose atë parametër të asaj analize që e mosim, atëherë mund të vazhdojmë me analizat e pacientave të tjerë. Doktore, shpesh qytetarët, njerëzit bëjnë analiza dhe pa rekomandim mjeku, siç edhe e ceke, po është e dëmshme kjo për organizmin tonë? Jo, nuk është e dëmshme asnjëherë, nëse siç e ceka edhe më herët, ne zbulojmë para se me ardhur deri tek procesi i smundjes, domethënë nëse ne i zbulojmë më herët mbas të analizave laboratorike, i zbulojmë më herët smundjet, atëherë siç është ajo thënia e vërtetë që më mirë është të parandalosh se sa të mjekosh. Në këtë rast, jo me tepru, me u fiksu, për shembull, ka dalë një parametër, për shembull niveli i triglicerideve në gjak, ose niveli i kolesterolit, ose niveli i glikemisë, unë ka dalë 5.5, sepse më dul 5.4 ose 5.3 niveli i glikemisë. Në këto raste nuk isha thonë me u shqetësu shumë edhe me bo vazhdimisht se janë parametra që mundën me ndryshu. Mirë po, me rëndësi është që parametrat që maten mos me i kalu vlerat referente, sidomos limitin e sipërm ose limitin e poshtëm.
Nëse edhe për një kohë gjatë përzistojnë këto vlera, qoftë mbi limitin e sipërm ose të poshtëm, atëherë duhet të kërkohet intervenim edhe nga ana e klinicistit që të ndërmirën masa ose terapi të nevojshme për atë pacient. Mirë që i përmende këto vlerat, se gjithmonë kam qenë kurreshtare të di niveli i sipërm dhe i poshtëm si ndryshon nga gjinia mashkullore tek ajo e gjinisë femërore. Si shpjegohet kjo në mjeksi? Në bazë të konstruktit, do më thonë, na e dim që konstrukti i femrave dhe i meshkujve dallon, kisha me cekë vetëm nivelin e hekurit, se si dallon, do më thonë, niveli i vlerat referente të hekurit për femra dhe për meshkuj. To e pas parasysh se te femrat në periudhën reproduktive, do më thonë, ato vazhdimisht kanë ciklin menstrual, që do thotë se një sasi të konsiderueshme të gjakut e humbin, dhe në këtë mënyrë mund të varirojnë vlerat e hekurit prej normalis duke shkuar ka limiti i poshtëm, por ndërsa tek meshkujt për këtë arsye dhe kanë vlera më të larta të hekurit, pasi që do më thonë ata kanë një sasi të vazhdueshme të nivelit të hekurit në serumin e tyre, që do thotë tek ta vetëm pas një periudhe të caktuar kohore, do më thonë kur kanë probleme me prostatën ose me ndonjë proces tumoral në nivel të zorrës së trashë, do më thonë në rektum, të këto raste munden me rane anemi për shkak të humbjes së gjakut, do më thonë qoftë me anë të fecesit ose me anë të urinës. Të më thënë, u dashtë gjithë të vitet pres për një përgjigje kaq profesioniste nga ana juaj që me të vërtet pas ka shumë logjik, sepse vlerat e dy gjinive ndryshojnë kur i marrim ato analizat që i shikojmë, do më thënë, minimum, mesatarja dhe maksimumi i vlerave. Po edhe analiza tjera, do më thonë edhe kreatinina në bazë të masës muskulare që femrat kanë më pak në krahasim me meshkujt, do më thonë janë shumica analizave që i përshtaten pikërisht për shkak të fizikusit. Si ndikon mënyra jetesës, do më thënë ushqimi, stresi, mungesa e gjumit në rezultatet e analizave biokimike? Kisha me cekë se ushqimi luan një rol shumë të rëndësishëm në organizmin e njeriut, në radhë të parë në metabolizmin e këtyre produkteve ushqimore, qoftë në metabolizmin e proteinave, karbohidrateve apo edhe të lipideve. Dhe në qoftë se ne, do më thonë, tu e pas parasysh se tash me modernizimin e ushqimit, do më thonë me fast foodet të shumta, me modernizimin e rinisë tonë, që më tepër i kushtojnë kënaqësi ushqimit jashtë, se sa në brenda në shtëpi, do më thonë të ushqihen, atëherë kisha me thonë se ndikojnë shumë në çrregullimet sidomos të metabolizmit të lipideve, po ashtu edhe në çrregullimin e metabolizmit të glukozës. Pijet energjike të cilat preferohen shumë prej trive, ato përmbajnë një sasi shumë të lartë të glukozës. Dhe në këtë mënyrë, domethënë kur kemi një nivel të lartë të glukozës në gjak, kjo menjëherë rrit stimulimin e insulinës prej pankreasit, që çon domethënë deri në një insuficiencë nëse mirën një kohë të gjatë pankreatike, e në këtë mënyrë pas një kohe domethënë edhe prodhimi i insulinës vjen e paksohet, ose kemi një rezistencë ndaj insulinës tek ta persona. Po ashtu edhe çrregullimi i lipideve, do më thonë, nëse ushqemi do më thonë me fast food me yndyrna të cilat janë të papërpunuara, atëherë edhe këto ndikojnë në organizmin tonë duke nxitur do më thonë formimin e pllakave aterosklerotike në enë të gjakut. Po ashtu edhe stresi ndikon jashtëzakonisht shumë në ushqim, sidomos na e dim që kortizoli është një hormon i stresit që llogaritet që të jetë, por gjithashtu edhe me marrjen e këtyre ushqimeve, do më thonë, ndikohet që të jetë niveli i kortizolit shumë më i lartë në gjak, çka bën që niveli i glukozës edhe më tutje të rritet në organizmin e njeriut. E në këtë mënyrë, do më thonë, çdo herë shkon deri tek e ashtu quajtura insuficiencë pankreatike me prodhim të ulët të insulinës, e cila e rregullon nivelin e glukozës në gjak. Do më thonë, e fut glukozën brenda në qelizë, që qeliza të liroj pastaj energjinë e nevojshme për kryerjen e funksioneve të shumta qelizore. Po gjumi, doktoresh, sepse kemi shumë qytetar rini sidomos që e bën një gjumë të vonshëm, kur them të vonshëm mbas orës 12 natës. Po. Edhe ajo ndikon shumë, do më thonë në analizat të ndryshme laboratorike, për arsye se na e dim që gjatë periudhës së gjumit të lirohen hormone, të cilat ndikojnë në mënyrë indirekte në metabolizmin e këtyre komponenteve, qoftë karbohidrateve, qoftë proteinave apo edhe lipideve të ndryshme.
Prandaj edhe organizmi lirohet prej stresit, nëse domethënë i nënshtrohet gjumit të mjaftueshëm brenda 8 ore. Për arsye se e përmenda, pra vetë stresi vjen edhe niveli i kortizolit, edhe në këtë rast domethënë lirohet organizmi prej sasisë së tepërt të kortizolit. Doktore, cilat janë keqkuptimet më të zakonshme të qytetarëve për analizat laboratorike? Keqkuptimet më të zakonshme të qytetarëve. Po besoj që keni hasur këto keqkuptime, nga kemi që has, keni përvojë po gjatë përvojës normalisht që kemi has edhe ndonjëherë edhe pacientët binë në asi pozita që i bojnë analizat në 3 laboratore të ndryshme dhe i kanë përpara vetës 3 analizat të ndryshme, 3 rezultate të ndryshme. Kom pas raste për shembull kur jam ballafaquar me ta, mirë po ne fatkeqësisht këtu në Kosovë nuk kemi një laborator referent i cili kish me përcaktu se cili prej laboratoreve ka të drejtë ose jo. Mirë po ka laboratore që ne në United Hospital domethënë i bëjmë analizat, kontrollën e jashtme të analizave nëpërmjet të RFB-s, që është një institut i referencës bioanalitikës në Berlin ose edhe në Bonn. Dhe në këtë raste ato neve na i dërgojnë serumet, na i përcaktojnë parametrat dhe rezultatet tona shkojnë në RFB, ku atje domethënë krahasohen jo vetëm me vlerat të atij laboratori referent, por edhe me vlerat të gjitha laboratoreve evropiane ose edhe ndërkombëtare, edhe në këtë mënyrë na tregojnë se sa jemi afër ose larg standardit që parashihet me qenë për ato analiza laboratorike. Dhe në këto raste domethënë është mirë, i kisha preferuar të gjitha laboratoreve mjekësore që me praktiku të njëjtën kontroll të jashtme, për arsye se me qenë domethënë sa më korrekt me rezultatet e pacientëve. Faktikisht kemi pasur gjithë rastet keqkuptimeve dhe vetë personalisht e kam pasur një të tillë, duke mos e ditur se cili laborator është i saktë apo i pasaktë, dhe unë kam shku me atë që më ka konvenu me rezultatet që më kanë pëlqyer më shumë, nga që kur në jetën time nuk kam pasur një rezultat, domethënë që hemoglobinën ta kisha 120. Edhe ai laborator ma qëti 120 dhe ma të rezultat shkua tek mjekja. Gabimi imi, por nga ana psiqike më kanë ndihmuar shumë. Është shumë fakti i vërtet që pacienti gjithmonë ju beson më shumë analizave laboratorike që i dalin mirë. Po. Edhe me ato kur nuk shqetësohen mirë, po është shumë keq nëse domethënë ai pacient vuan nga anemia dhe na e punojmë me një aparat që nuk është i kalibruar mirë, nuk ka kontroll mirë, edhe vazhdojmë me faktikisht me mashtru pacientin se është mirë, dhe në këtë rast ai nuk merr preparatet e nevojshme për me stabilizu ose me rregullu atë lloj anemie. Kom pas rast konkret me një pacient i cili veç pse ju ka punu mirë strishoja periferike e gjakut, një pacient dikon rreth moshës 27-28 vjeçare mashkull, edhe kish pas rritje të nyjeve limfatike në qafë, lodhje ekstreme, edhe kisha artena në laborator me i bu analizat e tumor markerve viral të hepatitit, do më thonë për hepatit B, hepatit C, kështu me radhë, tularemie, brucelloze, gjitha dolen mirë po hemogrami dul jashtëzakonisht keq. Edhe kur e pyeta pacientin, do më thonë i kërkova a ke bo strisho periferike, pse ke shku te infektologu, infektologu s'ka pas qare pa ti kërku këtu analiza, sepse është bazu në strishën periferike që i shpunu me një laborator dhe i kish dalë mirë, ndërsa nuk u përputhke me vlerat e hemogramit që unë ja kisha punu. Çka kërkova në atë rast mas pari dashta me u vërtetu, me ja marr edhe një herë gjakun, mos ka ndodhur ndaj gabim teknik ose pruveta ose marrja, edhe u sigurova që është ai rezultati i njëjtë. Kërkova të ma sjell analizën që është punu strishën periferike, kur e pash strishën periferike mirë, ndërsa pasqyra e gjakut shumë keq. Në këtë rast e uzova me u konsultu me hematologun, thash mirë që infektologu i ka pa këtu analiza, e ka pa strishën periferike dhe i ka kërku diçka tjetër, do të thonë rreth smundjeve infektive që manifestohen me rritje të nyjeve limfatike. Mirë që janë dalë këtu mirë po dosh me u konsultu me hematologun. Në atë moment është konsultu me hematologun, ja kemi përpunu strishën periferike, kemi lexu bashkë me hematologun dhe është diagnostifiku me leukemi akute, që në mënyrë direkte është dërgu mandej për transplant në Itali mas 2-3 dite. Domethënë kjo ka qenë në rast kur pacienti është punu me analiza laboratorike për një laboratori që ja ka lëshu mirë analiza.
Pra që duhet t'i themi një mesazh qytetarëve në këtë moment që pavarësisht jo me besu çdo herë që është mirë. Po. Edhe ti nuk ndihesh mirë, edhe analizat i konkret mirë. Me hulumtu prap, me këshyr laboratoret cilat punojnë me biokimist, klinik, domethënë janë mjek specialist të biokimisë klinike, për arsye se ata e njohin natyrën e sëmundjes, e din analizat ose ata parametra prej cilët pjesë të organit po vinë, edhe ndërlidhin me analiza laboratorike. Kjo domethënë e paraqet edhe një herë rëndësinë e pranisë së biokimistit klinik në laboratorin mjekësor. Neglizhenca, vetbesimi, ndoshta edhe ajo komoditeti që ndihemi komod, mund të na çojë në një skut ku nuk mund të shohim dritë më. Kështu që më mirë është që të kemi rezultate të sakta dhe jo ato që na pëlqejnë neve. Është. Doktoresh, a mund të ndryshojnë rezultatet e analizave nga faktorë të përkohshëm si ushqimi para testit apo aktiviteti fizik? Po. Shumë është me rëndësi faza e parë para analitike, që do të thotë përgatitja e pacientit për analiza laboratorike. Nëse kemi të bëjmë me matjen e glikemisë në gjak, preferohet që pacienti të jetë esëll, mos ketë ngrënë as mos ketë pirë asgjë. Nëse kam i bu analizat e lipidogramit, preferohet që pacienti të jetë 12 orë, mos ketë ngrënë ushqim të pasur me yndyrna. Mund të merr ndonjë pemë ose perime të lehtë ose me pi ujë ose çaj gjatë natës, mirë po ushqim të pasur me yndyrna kursesi. Po ashtu edhe aktiviteti fizik ka rol shumë të rëndësishëm për arsye se nëse një pacient ka ushtru fitness ose ka pas një punë të rëndë fizike një ditë përpara, atëherë kemi ndryshim të lartë të disa parametrave, siç janë total proteinat, albuminat, mandej janë disa hormone, aldosteroni, renina e kështu me radhë. Si po ndikon teknologjia e re në mënyrën se si analizohen mostrat dhe jepen rezultatet sot? Domethënë kjo një sfidë më vete për të ardhmen që na pret. Po. Teknologjia, neve në laborator ne jemi çdo herë në hap me zhvillimin e teknologjisë moderne, për arsye se përdorimi i saj kërkon një aftësi të madhe analitike, profesionale, edhe gjatë përdorimit të saj normalisht që ne me një teknologji të avancuar jemi më afër rezultatit real, sesa me një teknologji e cila është amortizuar dhe nuk është bo mirëmbajtja e saj apo ka defekt në matjen e analizave laboratorike. Mirë po, sa i përket të ardhmes që me u zaventu komplet, domethënë ka laboratore ku gjitha analizat laboratorike me barkode të ndryshme shkojnë prej një aparature në aparaturën tjetër, kryhen analizat me qëllim që stafi laboratorit të merret me punë tjera shkencore apo hulumtuese. A mendoni se në të ardhmen do të kemi më shumë analiza që mund të bëhen në shtëpi me pajisje të ndryshme, a mund të ndodhë kjo? Ka raste kur analizat laboratorike bëhen pranë shtratit të pacientit. Në këto raste na ndihmon shumë për arsye se ka pacient për shembull kur janë kërkohet analizat të jenë të shpejta, edhe janë të palëvizshëm, nuk munden me lëviz, atëherë domethënë ekipa e laboratorit me pajisjet të cilat quhen point care ofër shtratit pacientit, domethënë këto raste për aty mundet me mat një glikemi, një kolesterol, një triglicerid, një ure, një kreatinin, një CK, MB, një troponin, domethënë aty statusin acidobazik dhe një hemogram na jep një pasqyrë shumë të përafërt me gjendjen e atij pacienti. A ka të bëjnë domethënë me ndonjë infarkt miokardit, me ndonjë çrregullim të veshkave, me ndonjë anemi e kështu me radhë. Po doktore, cilat janë këshillat më të thjeshta që mund të ndihmojnë qytetarëve që të kujdesen më mirë për shëndetin përmes kontrollit biokimik? Këshillat më të mira që i kisha dhënë domethënë është që pacientët tonë të vetëdijsohen se kryerja e analizave laboratorike duhet të bëhet të rrinë gati të paktën ashtu siç e ceka edhe më herët, një herë në vit deri në moshën 40 vjeçare. Mbi këtë moshë, domethënë për cilën varësisht prej gjendjes së tij, për shembull ose të saj tek pacientët mbi moshën 60 deri në 65 vjeçare të kategorisë të meshkujve, të bëjnë analizat të shpeshta për arsye se aty kemi të bëjmë me çrregullime edhe të femrat edhe të meshkujt, me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve ose prania ose paraqitja e diabetit, çrregullime të lipideve, në mënyrë që të evitohen
infarkti i miokardit për shkak të pllakave aterosklerotike ose diabeti mellit për shkak të pranisë së nivelit të lartë të glukozës. Po ashtu edhe tek meshkujt, tek kësaj periudhe duhet bëhen analiza specifike që janë për prostatën, një antigjen specifik i prostatës, për shkak se në këtë periudhë munden me qenë të larta hipertrofi e prostatës ose edhe me kalu në malinitet në CA të prostatës. Prandaj bërja këtyre analizave me kohë, e zbulon ose diagnostifikon një smundje para se ajo me progredu dhe me andej me na dhon komplikimet të cilat kërkojnë një periudhë më të gjatë edhe trajtim më të gjatë me barna të ndryshme për me u kthy në gjendjen e mëparshme siç ka qenë. Dua të më tregosh dhe një dallim. Ku është dallimi mes analizës shpoarjes në gisht dhe përmes venave venoz? Analizat laboratorike të cilat bëhen me gjak kapilar, shpesh herë kërkohen për me matë nivelin e disa parametrave, sidomos të hemogrami, me pas se sa është niveli i hemoglobinës në atë pjesë periferike të organizmit në raport me hemogramin që bëhet prej venës. Nuk është se ka ndonjë dallim shumë të madh, mirë po dallimet janë shumë të vogla. Disa prej klinicistave ose pediatrave kërkojnë edhe për shkak se te fëmijët e vegjël është më vështirë me marrë prej venës për shkak të venave të dobta dhe më të thella, kështu që ma let mirë gjaku prej gishtit. Edhe për shkak të rezistencës fëmijëve. Po, normal. Merret gjaku prej gishtit për një hemogram, një CRP, ndonjë asto e kështu me radhë. Nëse një analizë del jashtë normave, çfarë duhet bërë në hapin e parë dhe a duhet të shqetësohemi menjëherë? Varet, siç e cekëm edhe më herët, se analizat munden me lëviz, mirë po varet cilat analiza mund të lëvizin. Munden me lëviz me qenë për shembull pak i stresuar, mundet me na dal glikemia mbi 6.1 ose 6.3, 6.4. Mirë po kjo ndërlidhet me njerë se që ai pacient ka pas para se ta bëj atë analizë stres edhe kërkohet me u përsërit ajo analizë në një gjendje kur ai është i qetë. Edhe nëse është, kthehet brenda vlerave normale, nuk ka nevojë për shqetësim. Mirë po varet prej analizës tjetër, për shembull kur neve na del një CRP e lartë, një sediment i lartë i eritrociteve ose një ure kreatinin e lartë, atëherë duhemi me u shqetësu për arsye se te insuficienca akute renale, kur kemi vlera të larta të ure kreatininës, në këto raste nëse nuk ndërmirren masa të shpejta që ai pacient të futet në dializë, atëherë mundet me ardha dhe deri tek humbja e atij organi, funksionit të atij organi. Prandaj varet krejt prej llojit të analizave, të cilat dalin të larta ose të ulta, si për shembull është shumë rrezik edhe niveli i glikemisë me dal më i ulët se sa kur del i lartë. Na e dim që truri është i vetmi organ në organizmin e njeriu që ushqehet vetëm me glukozë. Dhe një lëvizje drejt vlerave të poshtme të glikemisë ose nivelit glukozës në gjak neve na jep dëme shumë më të rënda për trurin se sa një ngritje e nivelit të glukozës. Nëse nuk do të ishe biokimiste, klinike, cili do të ishte profesioni juaj? Nëse nuk do të ishte ky? Po, nëse nuk do të isha biokimiste, kisha me qenë ose ginekologe ose pediatër. Këto dyja kanë qenë dy prej drejtimeve, sidomos ginekologjia deri në përfundimin e vitit të fundit të fakultetit mjekësisë, e kum pas si qëllim kryesor, opsion me marrë ginekologjinë. Mirë po, falë Zotit që u pranova në biokimi dhe aty e ndjej veten shumë më rehat për arsye se e di që po kontribuoj shumë në vendosjen e diagnozës, monitorimin dhe diagnostifikimin e pacientëve. Ndrysh. Dhe doktoresh, unë uroj që të vazhdosh deri në pensionimin tuaj në këtë profesion shumë të rëndësishëm të biokimisë klinike dhe unë të uroj shëndet. Faleminderit. Edhe në jetën tuaj të përditshme, shumë suksese bashkë me familjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë që gjetët kohë për të qenë pjesë e shëndetit të rreth parë, ku u dat një informacion shumë të hollësishëm, të cilat dhe unë vetë nuk është që i dija, por i mësova gjatë bisedës me ju, por besoj shumë që edhe qytetarët që po na ndjekin kanë mësuar shumë nga ky podcast. Kënaqësia ishte e imja. Faleminderit shumë edhe ju. Shikues të nderuar, ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të qenë pranë nesh me një bisedë shumë të këndshme me biokimisten klinike Nergjivane Gërguri Ratkoceri.
Do takohemi sërish në podcastin e radhës, e cila është mbështetur nga United Hospital. Mirëmbëjtje.